Një foto e vetme ka mjaftuar për të ndezur rrjetin. Një valigje e hapur, disa rroba të sistemuara me kujdes dhe një story pa asnjë shpjegim të drejtë për drejtë. Por në universin e reality show-ve, sidomos kur bëhet fjalë për Big Brother VIP Albania, asgjë nuk merret si e pafajshme. Eda Likaj, e njohur gjerësisht nga publiku si ish partnerja e Mateos që nga koha e tyre në përputhen, publikoi imazhin që në pak minuta u kthye në temë kryesore diskutimi. Ndjekësit gjithmonë vigjilent e interpretuan menjëherë si një sinjal hyrjeje në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Dhe koha kur kjo ndodh e bën situatën edhe më shpërthyese. Brenda shtëpisë së VIP, Mateo po kalon një fazë shumë të ndjeshme në lojë. Afrimiteti i tij me Brikena është bërë gjithnjë e më i dukshëm. Dyshja po kalon orë të gjata në biseda private, në momente përkëdhelëse dhe shkëmbime shikimesh që publiku i ka lexuar si fillimin e një romance të re. Mateo nuk e ka fshehur pëlqimin. Ai ka folur hapur për ndjenjat e tij, për energjinë që ndjen pranë Brikenës dhe për mënyrën si ajo e bën të ndihet më i qetë brenda një loje kaq të tensionuar. Nga ana tjetër, edhe Brikena duket e hapur ndaj këtij afrimiteti, ndonse shpesh tregohet më e rezervuar në deklarata. Në këtë moment të nxehtë, një hyrje e mundshme e Edës do të ishte një lëvizje që do të trondiste ekuilibrat brenda shtëpisë. Sepse historia mes Edës dhe Mateos nuk është thjesht një njohje e kaluar. Ajo është një kapitull që publiku e njeh mirë. Ata kanë pasur ulje ngrejtje, emocione të forta dhe një ndarje që nuk kaloi pa zhurmë. Nëse Eda do të kalonte pragun e derës së kuqe, do të ishte përballja e së shkuarës me të tashmen, drejt për drejt, pa filtra dhe para kamerave. Imagjinoni skenarin, Mateo përballë ish partneres në momentin ku po përpiqet të ndërtojë diçka të re me Brikenën. Reagimi i Brikenës. Heshtja e parë. Shikimet e banorëve të tjerë. Komentet në rrjetet sociale që do të shpërtënin brenda sekondash. Një hyrje e tillë nuk do të ishte vetëm çështje ndjenjash, por edhe strategjie. Banorët do ta shihnin si një mundësi për të riformatuar aleancat. Disa mund të mbështesnin Mateon, të tjerë mund të pozicionoheshin pranë Brikenës, ndërsa disa do ta shihnin Edën si lojtarin e ri që mund të trazojë ujërat. Por për momentin, gjithçka mbetet në kuadrin e spekulimeve. Nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nga produksioni i Big Brother VIP Albania. Asnjë njoftim për hyrje të reja. Asnjë promo që paralajmëron një surprizë të tillë. Vetëm një valigje dhe një publik që di të lexojë mes rreshtave. Mund të jetë një rastësi. Mund të jetë një udhëtim privat. Ose mund të jetë lëvizja më e fortë e sezonit. Në reality show, shpesh një detaj i vogël mjafton për të ndezur imagjinatën kolektive. Dhe ndoshta kjo është pjesë e magjisë së formatit. Publiku nuk ndjek vetëm atë që ndodh brenda shtëpisë, por edhe çdo sinjal që vjen nga jashtë. Tani mbetet të shihet nëse dera e kuqe do të hapet për Heden, apo nëse kjo valigje do të mbetet thjesht një story që trazoi rrjetin për disa ditë. Një gjë është e sigurt, nëse ajo hyn, loja e Mateos dhe dinamika me Brikenën nuk do të jenë më të njëjtat.